Përshëndetje Hoxh, më ka vdekur gjyshja dhe e shoh shpesh në ëndër. Çka do të thotë kjo? A ka ajo ndonjë mesazh? Përshëndetje. Ngushëllime për gjyshen tuaj, e lut Allahun e lartësuar që ta fal, ta mëshiroj, t'ju jap durim dhe t'ju mundësoj të bashkoheni me të në xhenet. Ndoshta nga që ke qenë tepër e lidhur me të, mendon vazhdimisht për të dhe e shikon në ëndër. Gjithsesi, kuptohet për një hadithit profetit alayhis salam se ka thënë, kur njeriu ndërron jetë, pra shkëputet vepra e tij përveç 3 gjërave. Sadakaja rrjedhse, një dituri që përfitohet prej saj dhe një fëmijë i cili lutet për të vdekurin, pra. Kështu kuptohet prej hadithit. Kështu që ti je një ose njëra ndër pasardhësit e saj dhe mund të lutesh për të, mund t'japësh lëmosh për shpirtin e saj. Këto 2 gjëra i shkojnë asaj, shpërblehet pra. Kujtoje me sadaka nëse ke mundësi dhe lutje, o Zot fale, o Zot mëshiroje, o Zot bëje prej banorëve të xhenetit, namaz me u lut në sejdë, këtë bëj.